Pëlqej kjo. E ka sharr një person Halid ibn Velidi, ndërsa Halidi tha, është një libër ku regjistron veprat tua, regjistron atë çfarë të duash. Këti, mendoj se besimtarët më shumë t'i kanë nevojë për këtë. Sidomos kur, domethënë, besimtarët shohin dhe ofendohen për shkak të fesë tyne. Çdo njeri kur të del në ditën e gjykimit, do të jepet një libër, apo? Në atë libër shkruajnë veprat tua. Dhe çdo kush merret në llogaritje sipas veprave të cilat i ka bë. Për këtë shpesh herë dikur kur jep selam s'ta kthen selamin pse ka disa mendime ndryshe, ti krye tënden vëlla. Ti shkruan librin tënde, del para Allahut, i thua o Zot, ti më ke thënë mi dhon selam musliman, unë kam dhënë. Ti më ke thënë mi përshëndet komshit, kom përshëndet. Ti më ke thënë mos sjell mirë, unë jam sjell. Ti më ke thënë mos më ofendu, s'kam ofendu. Po ai tjetri nuk ta kthen selamin. Qofti vëlla. Ai shkruan librin e tij. Së mune tash me prish librën teme, me lan librën teme, unë për hatër të atina, ose për inat atina, jo vëlla, bane ti tënde. Bane ti tënde, unë e bëj temen. Unë shkruajnë librën teme, ti shkruajnë librën tënde. Domethënë ditën e gjykimit regjistër, çdo send çka kena bën këtë dunjë regjistrohet apo. Për këtë njeriu në ditën e gjykimit kur do ta merr librin, thot mali hadha al-kitabi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Thot çka është ky libër? Nuk ka lënë asnjë vepër të vogël as të madhe, vetëm se e ka regjistruar. Çdo gjë e regjistruar. Po. Domethënë tash mohabetin që po bëjmë regjistruohet ditën e gjykimit. Hadiru thot Allah dhe aty do ta marrin atë të cilën e kanë vepruar. Dhe Allah subhanahu wa taala si bën padrejti askujt. Dallimi do të jetë se besimtari kur do ta merr librin thot ha umqra'u kitabi. Hajde lexoni librin, hesni shifni herë. Domethënë i gëzum. Po, thot se unë kam besuar se do ta takoj llogarin, do dal para Allahut subhanahu wa taala. Sot jam fitues. Kjo është. Do thonë, për atë ne duhet jena shumë kujdesshëm çka regjistrojmë librin ton. Çdo herë para se thon një fjalë, para se vëdon një vepër, para se vepron një vepër, mendoje se a vlen me shkruaj këtë në librin tim me dal para Allahut subhanahu wa taala. Po nëse ndodh e bën. Se jena gabimtar, jena njerëz, patjetër se me pas. A ja vlen me lan aty? Fshija Allah, kërko falje, pendoje te Allah subhanahu wa taala. Andaj kjo ka qenë arsyeja, ndërlidhet me atë më herët, me ato komentet, me ato sharjet, me ato ofendimet